Parlamenti funksionon si një institucion i antitransparencës në Shqipëri. Si një institucion i cili bën gjithçka të fsheh ndaj shqiptarëve problemet madhore të jetës tyre, ndër të cila edhe procesin e integrimit. Shqipëria është i vetmi vend që negocion bazuar në lobime korruptive dhe jo në parimet themelore të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për procesin e integrimit. Narkomazhoranca me lobimin korruptiv të saj arrin të përjashtojë totalisht shqiptarët nga procesi i integrimit. Në qoftë se serbët, maqedonasit marrin informacion të saktë pas çdo takimi në Bruksel. Qeveria shqiptare nuk publikon qoftë dhe një fjalë të vetme nga ato mbledhje të cilat vendosin për fatin e integrimit të gjithë shqiptarëve. Në qoftë se në të gjitha vendet përreth, ju e keni dëgjuar raportin e IBAR. Çfarë është raporti IBAR? Raporti IBAR është raport i vlerësimit të ndërmjem, jo përfundimtar, pra, të dy kapitujve kryesor, kapitujt për themelorët, shtetin ligjor, drejtësinë dhe luftën kundër korrupsionit. Ju duhet ta dini që opozita nuk ka merr vesh nëpërmjet miqve të saj në takimet e Koelios, sepse qeveria nuk jep asnjë njoftim. Ndërkohë, përfaqësuesi i qeverisë shqiptare, që të jemi kështu, ky nuk është një proces i mbyllur brenda Koelit, brenda përfaqësuesve të vendeve anëtare. Jo, aty merr pjesë përfaqësuesi i qeverisë shqiptare, i cili merr përsipër të mos i thot asnjë fjalë vendit të tij, përveç se kryeministrit dhe ministrit të tij. Pra, Shqipëria nuk e bazon procesin e integrimit në një proces gjithë transparent dhe gjithë përfshirje, por e bazon këtë proces në lobime të turpshme korruptive. Dhe unë i bëj thirrje Komisionit Evropian, i bëj thirrje Bashkimit Evropian, u bëj thirrje vendeve anëtare të denoncojnë këtë praktikë të turpshme. Unike, asnjë vend tjetër nuk e ndjek. E kundërta ndodh, ngrihen këtu dhe akuzojnë opozitën për fjalimet që mban në Strasburg për kërkesat që paraqet. Tani duhet të them ju, ne kemi deklaruar dhe deklarojmë me përgjegjësi të plotë para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar se ky vend nuk përveç kriterit gjeopolitik, që është kriter i rëndësishëm, nuk e injoroj fare, po që është natyral. Përveç kriterit gjeopolitik, ky vend në mënyrë absolute nuk plotëson asnjë kriter tjetër për të kërkuar nga Bashkimi Evropian në procesin e integrimit. Së dyti, ky vend që nga heqja e monitorimit gjersot, jo që nuk ka Muhamet, po pse vërgjit atje ti? Mirë, rregullatër, mirë, vazhdo. Ky vend, ai ka një status të veçantë. Jo, kam bajt shënime që në fillim. Po, ndodh kjo njërë, kam pas dhe i tjetru që e mante edhe afer, e mante fatosja maja dhe unë afer. Është kjo s'kesh banë. Tani vazhdoj. Pra, ky vend, nuk plotëson asnjë kriter tjetër përveç kriterit gjeopolitik, që është kriteri i rëndësishëm. Ne sigurisht, në takimet tona, kemi faktuar shkarjen e të mërshme mrapa të demokracisë në Shqipëri, që nga heqja e procesit të monitorimit. Cilat janë? Farsa madhore elektorale. Cilat janë? Kartelet e drogës omnipotente, nuk i themi vetëm ne, i thot gjithë Europa tani.
cilat janë bllokimi i tmerrshëm i ndëshkimit i arrestimit të Lubi Ballukut dhe Edi Rama për shkak të vetin. Cilat janë? Pra, janë një përqendrim total i të gjitha pushteteve në duart e Edi Ramës. Të shohim pra, janë këto prapaktheu, këto janë prapaktheu. Kur do njerë më parë, nuk janë dhanë 28.000 hektar kanabis në fushat elektorale. Kur do njerë më parë, nuk janë dhanë 2 miliard euro, nuk janë falë 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Kur do njerë më parë, nuk janë arrestuar liderët e opozicës në vitin elektoral. Po marë vetëm këto shembuj. Atëherë, çfarë do themi ne se Shqipëria po bën përpara? Jo, ne do shkelmonim interesat themelore të çdo qytetari shqiptar nëse pohojmë këtë. Ne u themi partnerëve se Shqipëria ka kthim të madh mbrapa. U themi partnerëve dhe miqve tanë se duhet hequr dorë përfundimisht nga procesi i integrimit i bazuar në lobim korruptiv dhe duhet insistohet që ky proces të jetë gjithëpërfshirës dhe transparent. Më falni, ju e keni pa aktin e parë që bën me hapjen e këtij parlamenti, e marrën procesin atë komisioni i integrimit, e kishte zonja Tabaku, e cila sigurisht që do mbronte interesat e shqiptarëve dhe interesat e shtetit ligjor, demokracisë, në atë komision dhe ja hoqen atë. Ja hoqen. Ai vendim në parlament që është marrë, më falni, gjykatë kushtetuese, është marrë vetëm se këta me çdo kush donin që ta përjashtonin opozitën nga procesi i integrimit. Vim pra tani dhe tani ngërje në parlament thonë se këta bëjnë denoncime. Ne këto i bëjmë këtu denoncime. Ne u themi në Strasburg dhe në Bruxelles absolutisht po këto që themi këtu. Dhe i themi anglisht apo i themi shqip, kjo është sipas mjedisit që komunikojmë. Po ne nuk themi atje asgjë më shumë se këto që themi këtu në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptarë. Zoti Berisha, ka një shqetësim aktual shumë të rëndësishëm për cilin opozita nuk po flet. 2 ditë më parë është përfshirë nga flakët një pallat i ri, 10 banor kanë mbetur jashtë dhe dyshohet sigurisht për cilësinë jashtëzakonisht të dobët të ndërtimeve dhe nuk preken vetëm ata 10 banor që janë dhe jetojnë atë pallat, por vjet në dyshim cilësia e 10 ndërtimeve apo qindra ndërtimeve të tjera. Absolutisht, keni shumë të drejtë. Keni shumë të drejtë. Është një çështje thelbësore. Pallati i Kuq është pallati Rama Veliaj. Harlis Lena është kompani e tyre. Armando Lilo që janë mbathi dhe që Edi Rama e mo u bë avokati i tij, shikoni që bën qeset e parave. Ndërtuesi tha dje, mori përsi për ndërtimin, ndonëse u faktua brenda 12 orëve, se nuk ishte faj ndërtimit. Fasada u doj sikur t'ishte me kasht dhe jo beton, sepse i tillë ishte materiali për të cilin kishte një ekspertizë 2 vite më parë, që është material i djegshëm dhe që ishte dërguar dhe në prokurori. Po këtu janë në unison së bashku, sepse ai pallat është ndërtuar jashtë të gjitha kondicioneve urbanistike. Ju e pat vetë, keni qenë atje, Zjarfiksi nuk futej dot. Fati madh që shpëtuan jetët e njerëzve, që edhe mund të humbisnin, por ai ishte një zjarr i paralajmëruar. Tani i them Ramës unë, i them Edi Ramës, avokatit Armando Lilos. Po në qoftë se Armando Lilo pra nuk ishte faj, atë pse janë mbathi Armando Lilo, zotri? Na thuj pak, pse janë mbathi, pse iku? Pse iku nga drejtësia, me që ti e nxjerr pa fajshëm? Është Rama i fajshëm, është Erion Velia i fajshëm, janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës dhe janë plotësisht dakord me ty, absolutisht raste analoge ekzistojnë sot në çdo blok.
edhe Pallatin Paj. Pallatin Paj nuk është me materiale inflamabile, po Pallatin Paj ka zënë sheshin e pallateve. Dhe në qoftë se aty bie zjarr në pallate, s'kan ku futet zjarr fiksja, se del Pallati Rams, del Pallatin Paj i Linda Rams. Pra janë të gjitha këto shkelmime të kondicioneve urbanistike. Zoti Berisha, ditën e djeshme GJKK ka vendosur që të thrasë si dëshmitar, si një nga dëshmitarët në çështjen ku ju jeni person nën hetim edhe kryeministin Rama. Keni një koment? Është kërkuar me kohë thirrja e Edi Rams, mbasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, o 10 firma, se tash do të gjajti numroj. Prej tyre, në shkelje flagrante të ligjeve dhe i ndërshkuar nga gjykata për to, dhe prokuroria mercenarët e Rams nuk e thirrë njëherë kur ne kërkuam. Përkundrazi, akuzuan Sali Berishën për gjëra që s'kishte asnjë lidhje me to. Gjykata zbatoi ligjin në kuptimin që firmat aty janë të Edi Rams. Unë kam një firmë pas firmes Edi Rams, ex officio firma ime, që absolutisht në gjithë aktivitetin tim kur nuk kam firmosur njërë cili do që ka qenë kryetar bashkie kundër projekteve që ata kanë pru, sepse me kushtetut territori është i bashkive, përveç se rastit kur kërcënohet siguria kombëtare. Kur kërcënohet siguria, rastet tjera, edhe në atë rast, si të dini, autoriteti rajonal, kongresi autoritete u shpreh në favor të Ramës dhe kundra meje. Pra, unë nuk mund ndryshoja. Dhe Rama, me 12 firma, Rama i cili ka ndrua destinacionin, majni mend, ka ndrua destinacionin, pa u kthye prona tek pronari, pa kërkesën e pronarve fare, ka ndrua destinacionin e një pjesë të mirë të territorit në vitin 2006 për ta shtruar në zonë urbanistike, se duket ja kishte vu syrin si toka e askujt bashkë me Olsin e tij dhe një tjetër futbollist se tani ishte bërë një treshe që donin të ndërtonin aty parajsën e tyre. Kjo është thirrja e tij. Unë them që ai çdo gjykatës serioz vendos marrjen në ndjekje penale të Edi Rams për ato akte. Por edhe thirrja do t'jemi ball për ball aty, edhe i thoni të bëhet burr, mos kërkoj pa media, mos kërkoj seancë pa media, të kërkoj mediat aty, kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe të vinë të shohin shqiptarët se cili është Edi Rama në atë aferë, çfarë korrupsioni, çfarë aktesh korruptive të mëdha ka kryer ai, duke ndryshuar destinacion pa asnjë kërkesë nga pronarët, por vetëm për llogari të xhepit të tij dhe të anturaxhit të tij. Pra, sigurisht, pa diskutim. Unë mirëpres shkoj bile, e pres, ju them bile ta afrojmë në mënyrë sepse kjo bën ka një populli e pret këte. Ju siguroj që populli e pret. Shqiptarët e presin me pa durim një konfrontim në sallën e gjykatës midis meje dhe kryehajdutit që është bërë tash i famshëm në gjithë botën për vjedhjet që u bën shqiptarëve. Mos u prisni përballë me zotin Rama apo me zotin Balla që ishte kallëzuesi juaj në spa? Tani do me thënë, unë përballjen e kërkoj me zotin, e kam kërkuar dhe e kërkoj me Edi Ramën. Ai është njeriu
që ka një aferë të tmerrshme korruptive, ka firmosur ndryshimin e destinacionit pa kërkesën e pronarëve. Asnjë kërkesë pronarësh, asnjë, përveç Olsit. Olsi Rams edhe është dhe i tjetër, një futbollist tjetër, aty do t'ja në para arkiva aty emrin e tij. Mirë. Mirë u pafshim. Atëherë do të shënim. Atëherë tjetër. Mirë u pafshim. Çfarë fëmijë do të gjithë mbar.